Vendimi i gjykatës kushtetuese ende nuk është zbardhur, por Partia Demokratike, subjekti që kërkoi shfuqizimin e aktit normativ për ligjin e nëpunësit civil, deklaron se pavarësisht kohës kur do të zbardhet ky vendim, që u ka dhënë të drejtë, të gjitha largimet nga puna të bëra pas datës 1 tetor janë të pavlefshme. Efektiv vetëm që prodhonte ky akt normativ ishte shtyria e hyrjes në fuqi të ligjit duke e çuar atë në mënyrë artificiale në datën 1 prill. Ajo çka ka bërë gjykata kushtetuese duke shpallur antikushtetues atë akt normativ është që ka zbatuar vullnetin e legjislatorit në rastin konkret të Parlamentit të Shqipërisë që ligji të hynte në fuqi në datën 1 tetor 2013. Me shkarkimet në administratë që opozita i llogarit në 4.000, ajo thotë se nuk është shkelur vetëm ligji i ri, por edhe ai i vjetri për nëpunësin civil. Dhe në këndvështrimin tonë të gjitha veprimet që janë kryer duke zbatuar ligjin e vjetër të statusit të nëpunësit civil, të ndodhura mbas datës 1 tetor 2013 deri në datën 31 dhjetor 2013, çka janë pjesa e dërmuese e veprimeve që janë kryer, janë të gjitha veprime absolutisht pavlefshme, pasi janë kryer me një bazë ligjore të shfuqizuar. Është detyrim në këtë rast, në momentin e zbardhjes vendimit të gjykatës kushtetuese, që vetë institucionet të zbatojnë ligjin i cili ka hyrë në fuqi në datën 1 tetor 2013, të shpallin absolutisht pavlefshme gjithë veprimet që kanë bërë me një bazë ligjore të shfuqizuar tani më që në datën 1 tetor 2013, dhe të gjithë personat t'i rikthejnë në punë automatikisht. Në rast kundërt, në rast se kjo nuk zbatohet, atëherë është detyrim i gjykatës ta konstatojë këtë paligjshmëri të akteve dhe të urdhërojë rikthimin në punë të gjithë këtyre personave, duke përfituar në këtë mënyrë që nga data 1 tetor 2013 të gjitha beneficet që ligji i ri për nëpunësit civil i jep. 1500 prej të pushuarve nga puna janë drejtuar Partisë Demokratike për këshillim ligjor falas dhe 200 dosje janë në proces gjyqësor aktualisht. Demokratët kanë ofruar ndihmë ligjore jo vetëm për të shkarkuarit, por dhe për ata punonjës që ndihen të kërcënuar se do të kenë të njëjtin fat në vendin ku punojnë.